Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Si gjithmonë, bashkë me mua në studio është hoxha jon Ahmet Kalaja. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Atëherë sot kemi një nga ajetet ndoshta më madhështore, më të bukura që ka Kur'ani dhe që është pra ajeti surës Ar-Rahman, ku Zoti thot: "Pra cilën nga të mirat e Zotit tuaj po mohoni." Në fakt, pa hyrë akoma në detajet e ajetit, ndoshta si fillim mund ta bëni një përkufizim se çfarë është e mira, pra që përmendet në ajet për njeriu. Faktikisht është ajeti që përsëritet më shumti në Kur'an dhe ajeti që më shumti përsëritet në surën Ar-Rahman. Dhe ka një lidhje interesante, qysh nga emri i surës dhe ky ajet Ar-Rahman, i gjithëmëshirshmi, e cilën të mirë të Zotit ju e mohoni. Domethënë, çdo të mirë e keni prej Zotit. Ku ta fillosh? Për këtë arsye po ta shohësh surën, pyetja fillon qysh me krijimin e tokës, krijimin e jetës në tokë, krijimin e njeriu, këtë mirë Zotit po e mohoni. Jeta e kësaj bote, jeta e botës tjetër, dita e gjykimit, xheneti, xhehenemi, mirësitë e xhenetit, mirësitë e xhehenemit, gjithmonë vjen pyetja e cilën të mirë Zotit ju po e mohoni. Pra, qysh në fillimin e krijimit, ardhja e njeriut në këtë botë është produkt i mëshirës së Zotit, ardhja e profetëve dhe e shpalljes është produkt i mëshirës së Zotit. Fakti që nuk mbaron filmi me kaq i jetës që të mbyllet kështu siç mbyllet faktikisht në sytë tonë jetën e kësaj bote, por ka vazhdimsi dhe i ditë do dalim përpara gjyqit të Zotit me dhënë llogari, edhe kjo është fakt i mëshirës së Zotit, po edhe mënyra se si shpërblehen xhenetlit në xhenet është fakt i mëshirës së Zotit, po edhe mënyra se si zbatohet drejtësia e Zotit mbi zullumçarët, tiranët, mbi jo besimtarët që kanë mohuar, mbasi u ka ardhur argumente dhe e vërteta, edhe kjo është një mirësi e Zotit, domethënë për njerëzit e tjerë, përballë tyre. Pra, në çdo moment ne jemi, si më thonë, si në këtë botë, si në jetën e varrit, si në botën tjetër, përballemi me të mirat e Zotit, përballemi me drejtsinë e Zotit. Atëherë, këtë mirë të Zotit po mohoni. Në njeriu nëse i bjer hasha diçkaje, është njësoj sikur ka rënë hasha gjithçkaje. Pra, nëse ti për shembull mohon prindin tënd për një detaj, do të thotë se ti e ke humbur në tokë prindin. Për këtë arsye dhe Zoti çfarë than Kur'an, as mos bëj përpara prindit. Kështu edhe në raportet me Zotin gjithësisë, pra çdo e mirë është nga Zoti. Për këtë arsye ne në çdo moment jemi bozhri ndaj Zotit. Sa herë marrim frym, jemi bozhri ndaj Zotit. Sa herë që mendojmë, jemi bozhri ndaj Zotit. Çdo që lidh në trupin ton është mirësi dhe bekim nga i madhi Zot. Çdo gjë që ekziston për rreth nesh është mirësi dhe bekim nga i madhi Zot. Atë këtë mirë të Zotit po, domethënë ti o njeriu përballë mirësive të cilat janë të lidhura zinxhir me njëra tjetrën. Pra, të mirat e Zotit nuk funksionojnë të ndara. Të mirat e Zotit janë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu që ti gjithmonë je në borxh, ti gjithmonë je nevojtar, ti gjithmonë je ai i dobti përpara madhështisë së Zotit. Atë këtë mirë Zotit po mohon. Dhe çfarë po kërkon Zoti prej teje faktikisht? Faktikisht Zoti po kërkon prej teje që ti të jesh mirënjohës ndaj tij, adhurues i tij dhe besues në të dhe ndjekës i asaj menuje dhe atij katalogu që Zoti ka sjellë për mbar njerëzimin, në rastin ton, me rastin profetit Muhammed alayhis salam, që është shpallje që i ka zbritur atij Kur'ani dhe suneti e pejgamberit alayhis salam. Pra, si çfarë lidhje të bukur ka Ar-Rahman dhe vazhdimisht bëhet kjo pyetja. Dhe e kush është interesante, domethënë Ar-Rahman, menjëherë mbas Zoti është i gjithëmëshirshëm, pastaj allem el-Kur'an, i mësoi njeriu Kur'anin. Pra, prej mëshirës së Zotit është se solli Kur'anin për mbar njerëzimin. Po pse është për mëshirën e Zotit? Sepse siç thot pejgamberi alayhi salam, njerëzimi ishte mbuluar në errësirë. Njerëzimi domethënë kishte kaluar të gjitha caqet e mundshme që mund të funksionojë një botë dhe kishte dy zgjidhje. Një zgjidhje që Zoti ta shkatronte të gjithën, dhe një zgjidhje që Zoti t'i jepte kësaj bote, e cila ishte errësirë, t'i jepte edhe një shans tjetër. Dhe Zoti i dha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Të sollëm në këtë botë për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit, për të qenë një shfaqje e mëshirës së Zotit për të gjithë krijesat, pasqyrim i mëshirës së Zotit për të gjithë krijesat e tij, dhe erdhi Muhamedi alayhis salam. Po Muhamedi nuk erdhi thjesht si njeri shpëtimtar, si individ. Jo, ai erdhi nga Zoti
prej Zotit, me librin e Zotit, me shpalljen që i dha Zoti, dhe ai domethënë feja e tij dhe besimi i tij i dha edhe një herë frymëmarrje, i dha edhe një herë dritë, i dha edhe një herë domethënë shpresë njerëzimit dhe me të vërtetë me ardhjen e tij bota mori kahje tjetër, jo vetëm atë reflektimin fetar të gjës, po edhe bota mori kahje tjetër, zhvillimi, teknologjia, gjithçka, domethënë nisi një erë e re për mbar njerëzimin, si në fushën e besimit, duke ardhur besimi i pastër në Zot dhe feja e pastër, e pranuar, e ruajtur, e mbrojtur nga Zoti i gjithësisë, po edhe një version tjetër se si shihet bota, se si shihet shkenca, se si shihet zhvillimi në syt e Zotit, në syt e fesë dhe të shpalljes, kështu që e gjejmë sa më të zhvilluar, sa më përpara, sa më mirë të jetë njeriu në fenë dhe në besimin e tij, aq edhe më shumë ka zhvillim, aq edhe më shumë ka ecje përpara dhe zbulime, sepse shoqëri i Zotit, domethënë ne kemi mrekulli këtë gjë, e konsiderojmë që feja dhe besimi nuk bien ndesh me asgjë që ka dia apo ka shkenca, sepse themi të dyja burojnë nga Zoti dhe dy gjëra që burojnë nga Zoti nuk bien ndesh me njëra tjetrën. Kështu që ne pra jemi në mirësi dhe bekim me pafund Zotit i gjithësisë, dhe me të vërtetë për shkak edhe ne si musliman. Kur mendon ndonjëherë njeriu në të mirat që ka vetë feja islame brenda, do të ti mahnitesh. Për ne sot në sabaut trajtuam ato që quhen sunenul fitre, ose si më thon, tradita e natyrshme për cilën feja e ka konsideruar prej besimit, që është që njeriu duhet pastrohet, që njeriu duhet presi thojë, që njeriu duhet. Kjo në vetë është mrekulli, sepse ai ka thënë duhet ta bësh, pra nuk e ka lënë me dëshirë. Ka dhënë orientim. Se dikush po të ishte me dëshirë do të një herë në 3 muaj për shembull. Dikush do ta dote për ditë. Jo, e thotë dëgjoj. Nuk duhet kaloj kaq kohë. Pastaj sa e bën ti më shpesh është puna jote. Pra, shif si merret abdesi, shif kur nuk ka ujë, shif kur të dëmton ujë, shif mënyrën se si falja, shif mënyrën se si rrin trupi gjatë faljes, shif mënyrën e agjërimit, dobita e agjërimit, zeqati, po ta jepshin gjithë njerëzit sot, zeqati nuk do të kishte pavarësi në botë. Sigur gjithë zengjinat, pra gjithë njerëzit e pasur në botë, tipshin 2.5% për të varfrit, nuk do të kishte më fukarej bota. Bota do të mendonte për gjëra të tjera. Pra e tjerë, pra çdo detaj, pra në këtë fe dhe domethënë çdo detaj që ta analizosh del në një përfundim që është mrekulli dhe është bekim. Për këtë arsye dhe Zoti na thotë, domethënë në këtë sure, pra në surën Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, e cilën të mirë, pra ti je aq shumë përballë të mirave të Zotit, saqë asnjëres nuk mund t'i bish hasha, sepse gjitha janë prej Zotit. Çado që të arrijë njeriu në jetë, edhe ajo është prej Zotit. Jo po njerëzit kanë shpikë, kanë bërë nga kush u dha. Ata e krijuan vetë trurin e tyre për të pasur të lëft. Pse truri jot i ka këto aftësi dhe truri im nuk i ka? Kush e bëri trurin tët më të mirë se sa trurin tim? Kush ja dha aftësitë? Kush ja çeli horizontet? Pse dikush ka prirje për këtë gjë dhe dikush ka prirje? Kush i ndau këto gjëra? E të tjera. Pra ne jemi përballë një lumi të madh ose oqeanit të madh, mirësisë dhe begatisë Zotit, për këtë arsye dhe Zoti vazhdimisht, por këtë mirë Zotit më oni, cilën të mirë, duke filluar nga jeta, duke filluar nga shpalljet, duke filluar nga dita e gjykimit dhe duke filluar me mbarimin e gjithçka që është xheneti ose xhenem. Në fakt, nëse do ta kanalizoshim pak këtë, domethënë, emisionin ton në një të mirë Zotit që ndoshta edhe nuk shifet. Pra, në shekullin e 19, por edhe tek njerëzit masat, lindi një frym, në fakt origjina është ke atomizmi, kështu quhesh, kjo rrym filozofike, por fatalizëm njihet rëndom. Dhe njerëzit thonë, pra që ora në fund fare për çfarë do lodhemi, pra flasim ata që nuk besojnë. Po. Çdo gjë do mbaroj, do shkatërrohet sistemi, universi, pra për çfarë lodhemi, dhe kjo njerëzit i çon shpesh edhe në depresion. Në këtë kontekst, pra, duket sikur këtu ka edhe një të mirë të fshet, pra që besimtari gjen ngushëllim pra tek mëshira e Zotit, pra tek mirat e Allahut që ngushëllim duket sikur je i paaft për të dhënë përgjigje edhe gjen ngushëllim, zgjedhje. Është e sakta. Dhe ka qenë qetësohet. Prehet që ka një Zot që kujdeset për. Dipse e bëra këtë ndërhyrje sepse më shkoi në mend. Agnostikët ose ateistët çfarë thonë?
Thot, këta fetarët, nga që nuk përgjigjen dot jetës dhe nuk din se si kanë gjetur ngushëllim. Jo më jo nuk është punë ngushëllimi, ne kemi gjetë zgjidhjen. Ne kemi gjetë, domethënë zgjidhjen e ekuacionit i cili është pa kuptim. Dhe kjo që ju thatë ka qenë një nga shkaqet që unë, për që jam përpara te kam besuar. Sepse ndilte çdo gjë nonsens. Për çfarë? Lodhja mundi dhe në fund fare do të vdesësh, po edhe ata që do të vinë më pas, po edhe ata që kanë qenë më përpara. Sensi cili është? Atëherë sensi është për të se ti nuk je kot. Sepse edhe kpuca ka një mision. Edhe lopata ka një mision. Po njeriu, kë krijesë mrekullueshme pa mision? Patjetër që ka një mision. Kjo, ta themi kështu, materializmi pas Zot të çon në fatalizëm dhe biles na çon atje ku thotë Dideroja, që vetë ka qenë shkencëtar, që shkenca deri më sot kur nuk ka zbuluar dot dëmet e vetës. Pra ne flasim vetëm për dobit, por ka edhe një dëm, pra që humanizmi po e varros shumë gjëra të tjera. Pra le të jetë vetëm ke qasë mekaniciste që të jetë ndobit njeriu, por feja asgjë nuk e zëvendëson pra rolin e fesë. Dhe ndoshta kjo është një nga mirësitë e materializmi dhe shkenca. Materializmi ose modernizmi, sepse shkenca nuk ka, domethënë po lexoja një letër të Charles Darwinit, i cili ja kishte çuar Freudit. I thoshte dëgjoj, unë asnjëherë nuk kam thënë se s'ka Zot. Por unë mohoj fet, i thoshte, pra ishte agnostik, nuk ishte ateist. Pra është e pamundur që njëri të jetë shkencëtar i çdo fushë dhe mos ta çojë shkenca tek Zoti, është e pamundur, sepse nuk ka zgjidhje, nuk ka përgjigje. Pra shkencëtari ekstremi që mund bëjë çfarë është të zbuloj ligjin, se si funksionon gjëja. Dhe këtë ligj ta përdori, pra ta marri si analogji për të bërë diçka. Për të bërë kombinime të tjera. Pra ai zbulon një ligj. Pyetja shumë e thjeshtë, ligjvënësi. Para historia. Pra një njeri i drejtë do të kuptojë se ka diçka që është dikush që ka vënë këtë ligj, se ti zbulove ligjin. Pra është e pamundur gjithë. Thotë dietar musliman që ju shikoni mrekullinë e krijimit, ndërkohë unë shoh mrekullinë e krijuesit. Pra njerëzit humbin rrugës tek gjurmët e gjës. Një parim logjik na thotë se përballë gjithë këtyre mirësive, pra kur dikush t'jep diçka një mirësi, kush është detyrimi jon për ndaj këtij fluksi mirësisht pa numërta? Atëherë mirënjohja dhe falënderimi, domethënë minimale që mund të bësh përballë dikujt i cili të bën një të mirë, do të jetë mirënjohja, pra do të jesh mirënjohës dhe do të jesh falënderues. Nëse domethënë kemi të bëjmë me krijesat, mundohu t'ia kthesh të mirën me të mirë. Domethënë bëri një dhuratë, bëri një shërbim, mundohu t'ia kthesh me të mirë. Nëse nuk ke mundësi, të paktën lutu për të, bëj dua për të. Ndërsa kur kemi të bëjmë me Zotin gjithësisë, kemi 3 gjëra. Pra duhet ta ndjejmë me zemër që këtë të mirë e kemi nga Zoti, pra duhet t'ia dedikojmë Zotit, duhet ta falenderojmë Zotin me gjuhë dhe domethënë ta përdorim këtë të mirë jo për t'i dhuruar Zotin. Pra mos e përdor të mirën e Zotit për të kundërshtuar Zotin. Ai ta bën dhuratë dhe ti e përdor në thonë se pra kundër tij, se domethënë s'mund dali kush kundër Zotit, po flas domethënë në vija të trasha. Atëherë në këtë rast ne do të jemi pra në raport me njeriu shprehja dhe mundohu t'ia kthesh me të mirë, në raport me Zotin ndjeje se këtë e ke nga Zoti, falënderoje Zotin me gojë dhe këtë të mirë të Zotit përdore në të mirë, përdore domethënë përdore jo në haram, domethënë thon troç, po përdore në atë që është halal, e mirë dhe e dobishme. Atëherë ne kemi realizuar atë që quhet falënderim. Thot Zoti në Kur'an, duke na mësuar këto 3 gjëra, fema bikum min ni'metin fa min Allah, këtu është zemra. Çdo të mirë e keni për Allahut, çdo të mirë e keni për Allahut. Kur flet për gojën thot wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Për të mirat e Zotit fol, shprehu që është prej Zotit. Dhe për të tretën, që domethënë përdorimi i mirësive në mirësi, i'malu ala Daudi shukra. Punoni duke falendëruar Zotin, pra punoni si falënderim ndaj Zotit o familja e Daudit. Pra Zoti orienton që falënderimi është edhe me vepra. Orienton që është me gojë dhe orienton që është me ndjeshmëri, pra me ndjesi, që është me zemër. Pra është pak një koncept më i gjerë se sa vetëm me gjuhë, se
Jo, më i gjerë se sa me gjuhë, po, më i gjerë se sa me gjuhë. Gjua faktikisht është tregues i asaj që ka zemra, por edhe me gjymtyr do të më qenë falënderues ndaj Zotit dhe me pasurinë, me gjitha të mirat. Kjo vlen për gjitha të mirat, kjo vlen për trupin, kjo vlen për shnetin, kjo vlen për familjen. Pra, sa herë që ti përballesh me mirësitë të Zotit do ta çosh në mend Zotin, thosh elhamdulillah, edhe kujdes, pastaj se jenë sprov, si po e përdor. Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Urdhma për shemb se si një profet i Zotit zbaton të gjitha shtyllat e falënderimit në këtë rastin fjalë. Pra, kur Sulejman alayhis salam pa mrekullinë e Zotit, çfarë tha? Kjo është mirësia e Zotit tim, me zemër dhe me gojë. Zoti po më vën sprov me këtë mirësi. A do të jem unë mirënjohës dhe falënderues apo do të jem mosmirënjohës dhe mohues? Pra kjo është ideja, domethënë, për çdo mirësi. Për këtë arsye për shembull, pedi kjo që është sakat, për shembull, ose është mis mund të caktuar. Çfarë themi ne? Alhamdulillahi alladhi afani amma btelaka bi wa faddalani ala kathirin min khalaqa tafdila. Falënderim tek Allahut që s'm ka sprovuar me këtë sprov që të ka sprovuar ty dhe më ka dhënë mirësi shumë në krahasim me të tjerë. Pra, ideja kush është? Ideja është çdo gjë mund të ta përkthesh në falënderim, në mirënjohje. Dhe kjo faktikisht është ajo që e bën njeriu më të dalluar se sa dikush tjetër i cili jeton të mirat e Zotit edhe nuk është se është falëndrues apo i ndjen. Dhe kemi dhe më keq akoma, ai që thotë jo, më thotë se kam vetë me djersën time, me shpatullat e mia. Kam mësuar për këtë ditë, kam bë për këtë ditë inna ma utituhu ala ilmin indi. Koncepti karunit. Jenë time kam bë vetë valla. Ky është, më thonë, ka dhe më keq akoma. Po, në fakt është shumë e përhapur. Në fakt ka një koncept sot në kohën moderne, pra që mund të thush quhet kritika, ku njerëzit ankohen ose kritikojnë çdo gjë. Domethënë, qoftë ushqimet, qoftë trafikun, qoftë qeverisin, pra në disa raste mund të jetë edhe produktive. Kush është masa deri ku lejohet ta quajmë kjo kritik, pra, sepse është një epokë ku njerëzit ankohen dhe qahen për çdo gjë. Dhe s'para gjë falënderimin e Zotit në zhargon. Njerëzit, domethënë, në natyrën e tyre janë shumë pak falënderues. E thot Zoti këtë në Kur'an, "O qalilun min ibadi yashkur." Pak për njerëz janë falënderues vërtet. Pra, që e meritojnë këtë. Por jo mohus, pra to po bën dhe mohus, pra po dalim me këtë koncept. Nëse do vim tek ankesa është dy llojesh. Ankesë për të arritur të drejtat e tua. Një qarje hallësh, çfarë po bëhet shumë vëlla, se ja, s'po zgjidh. Dhe kjo nuk ka problem, sepse ne duam dalim në një zgjidhje, ne duam të largojmë tiraninë, ne duam të ndrojmë për shembull të themi sistemin, ne nuk ka asnjë problemi deri këtu. Në momentin që ne ankohemi tek krijesat, për diçka që krijesat nuk kanë gjendor, ky është problemi pastaj. Për shembull të themi, ka ndodhur prish koha. Bravo, ka ndodhur një fatkeqësi. Për çfarë ankohesh? Për çfarë rebelohesh? Se ti mund të rebelohesh ndaj sistemit, mund të rebelohesh ndaj të keqes, nuk ka asnjë problem. Ndërsa për gjërat që nuk zgjidhen me rebelim, atëherë innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ankesat e mia, hallet e mia, si më thënë ato ofshamat e mia, të sikletit ja them Allahut, s'kam se të them krijesave. Për këtë arsye në fen tonë, më thënë, është e urryer le të themi që njeriu të ankohet te krijesat, që njeriu qahet te krijesat. Nëse ke diçka ke Zotin. Zoti është mbi gjithçka. Si tha, mos thuaj kam një hall të madh, po thuaj o hall kam një Zot të madh, i cili më zgjidh çdo hall. Pra, siç ishte rasti pra atij profetit Jakub alayhiselam që tha innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Allahu t'i ankohem. Gjitha hallet e mia dhe sikletet e mia do ja them Zotit tim. Pra kam një derë që nuk më mbyllet kurrë. Dhe kam një qoshe ku do të strukem e aty do të shpërthej. Do t'i them gjitha aty ka qoshja ime me Zotin tim. Pra, në gjërat që s'kan dorë gjë krijesat, është gabim që t'i ankohesh krijesave. Unë vi ankohem tek ti se për shembull kam nevojë për diçka vëlla dhe di që ti ke mundësi të ndihmosh. Nuk ka asnjë problemi këtu fetarisht që unë të ankohem ty. Mirë, po për gjëra që nuk kanë dorën tënde, as në duart e krijesave për të zgjidhur, atëherë ankesat do të jenë për Allahun. Për këtë arsye edhe njerëzit për shembull ndodhin fatkeqësi apo probleme, ndahen dy grupe shumë të qarta. Njerëzit të cilët janë korrekt dhe njerëzit jo korrekt. Korrekt
Alhamdulillah, Zot ty takon falënderimet dhe mundohet ta mbaj veten pavarësisht se mund të qaj, pavarësisht se mund të jetë i pikëlluar, okay. Dhe dikush tjetër që thotë, pse gris rroba, qanë bërtet, ku dëgjon e tjerë, ankohet, pse Zoti, po pse të mori ty? Po çfarë fare më të mirë të kishte marrë mua Zot, sa morë se Zot ne nuk japim dot leksione Zotit. Po ne duhet të mësohemi që ne jemi, domethënë, robër të tij, të menaxhuar prej tij. Nuk jemi ne menaxherët e Zotit, themi Zotit, po e fëmijë ishte, po e din Zotin nga punët. Ai fëmia kur ikën në xhenet. Puna është ju çfarë do të bëni që të bashkoheni me fëmijën në xhenet. Pra, urtësitë e gjërat kështu me radhë. Përdesës na pyeti pra kur na krijoi, është logjike pra që ne të bindemi për pjesën tjetër se s'kemi dora, s'kemi aksione. Atëherë shkëputemi për ndërprerje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja pra kur rikthyem sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, në fakt ne folëm pak që jemi në epokën e ankesave, ta quajmë, dhe bëm një spastrim ose një ndarje të ankesave pozitive dhe të themi negative. Por nga ana tjetër, rinia vazhdon ndaj prindit, ndaj këshillave, ndaj arsimit, ndaj gjërave të dobishme, ka një lloj mosmirënjohje, ka një lloj gjuhe, le ta themi, atakuese, sulmuese. Pra ky ajet si mund ta ndihmojë që të edukohen dhe brezat e ri? Ne duhet kuptojmë që është një fazë e moshës njeriu që është e tillë, si më thënë, një fazë që kërkon pavarësinë, që kërkon, më thënë, të duket sikur s'ka nevojë për mbështetje dhe për krahje, dhe ne duhet ta kuptojmë, le të themi, këtë fazë në adoleshencës, ne si prindër ose si shoqëri, duhet ta marrim konsiderat këtë pjesë, pra nuk mund ta neglizhojmë këtë pjesë, por duhet të dimë se si ta menaxhojmë. Është një moment që një mirë menaxhim do të thotë me shpresë Zotit një burim i madh energjie dhe një mos marrje me të ose neglizhim do të thotë një humbje e madhe e një energjie shumë pozitive që mund na kthehet në dëm. Pra, është natyrën e rinis kjo gjë dhe nuk është për tu qortuar, si më thënë, on block. Pra, duhet parë, domethënë, thjesht duhet mirë menaxhuar. Pra, është një situatë interesante ku t'i jepen, si më thënë, shanset, ku t'i jepet mundësia të riut që, okay, provoje gjithmonë kur nuk është në haram, okay, shife, do të hap biznes, do të bëj, s'ka problem, provoje. Do të futem punë që të kem parë, të fitoj parë, mos kem, okay, provoje. Lërët përballet, lërët kuptoj se nuk është kaq e lehtë si nëpër filma të bësh para. Nuk është kaq e lehtë si të dëgjon nëpërmjet, le të themi, lojrave apo programeve sociale që është para rëndon. Nuk është kaq e kollajshme gjëja. Domethënë se po të ishte kaq e kollajshme nuk do të kishte punë. Edhe gjithë njerëzit do të rrinin në kompjuter dhe do të prodhonin nga aty para, ose nëpër celular do të prodhonin aty para. Jo më para është tek djersa, para është tek mundi, para është tek shkolla, para është tek vajtja në orar në punë, në shkollë, sikleti, stresi, gjithsecili zën rolin e vet në shoqëri e kështu me radhë. Pra, nuk është paraja diçka që thjesht buron nga ajo që ti mendon. Jo, paraja ka forma konkrete se si fitohet. Pra, le të themi, mos ta shohim me shumë negativitet këtë natyrë rinore, por të mundohemi që t'japim orientimin e duhur. Dhe orientimi i duhur është t'i çojmë tek adhurimi i Zotit, tek besimi në Zot, tek adhurimi, t'i ushqejmë me besim në Zot dhe pastaj t'i lëmë, bëjnë ata disa, le të themi, zgjedhje, nuk ka problem, le të bëjnë disa prova që të kuptojnë se prindit e tyre kanë arrit këtu ku kanë arrit pas një mundi, pas një lodhje, pas një sakrifice, ndërkohë që aty është gjyq Zotit, nuk mungon asgjë. E di çfarë i thash një herë njërit, histori që ka ndodhur në të vërtetë. Dikujt prej miqve tanë, domethënë, djalit i tij jep dikush mish për ta çuar tek shtëpia. Dhe djali i tij e harron mishin në makinë. Edhe pyet shokun, thotë, i kam dhënë çunit tënd, i thotë, dhe pyet o filan, i thotë, po, i thotë, më ka thënë mos, thotë, e kam lënë në makinë. Dhe se shohin 3 ditë makinë, do thotë që
Po, ka mbaru. Kishte mbaru, pavarësisht se nuk kishte lëshuar erë të madhe se ftohtë, dimër. Edhe më thot jati i tij, thonë si e shpjegon këtë gjë? Do të thonë është problemi i harresës? Jo, i thash, nuk është problemi i harresës. Tha, çfarë është problemi? Thash, problemi është ky. Djali jot sa herë ka hapur frigoriferin nuk ka mungu mishi. Kështu që nuk kishte si ti shkonte në mend që ka dhe mish ke makina. A më të kishte ndodhur që kur ka hapur frigoriferin, s'kishte mish aty, nuk do harronte kurrë. Por kundrazi atë kilogram mish apo ato 2-3 kg mish do i kishe parë si diçka e rëndësishme solli mish tek shtëpia, siç ka qenë në kohën tonë. Mishi kur vinte në shtëpi tek ne ishte fest. Frutat kur vishin në shtëpi në kohën tonë ka qenë fest. Ndonjë lodë që merreshin për vit të ri të asaj kohe ka qenë festa madhe, gëzimi i madh, betkosa që ishte kështu në këtë formë, shtypshe kështu dhe shkonte, pastaj e mblidhshe prap. Pra, domethënë ka thënë Mira i Moçmi që tha kohët e vështira prodhojnë burra të fortë dhe burrat e fortë prodhojnë kohë të mira. Pra kur themi prodhojnë në kuptimin Zoti i Madh, kupton? Po. Dhe kohët e mira prodhojnë burra të dobët dhe burrat të dobët prodhojnë kohë të këqija dhe kohët e këqija prodhojnë burra si më thonë burra. Pra kështu shkon kjo punë, domethënë. Pra unë mendoj që ne jemi në një fazë që ishim në kohë të vështira, por lindën ose u rritën burrat fuqishëm. Tani, burrat e fuqishëm kanë prodhuar, në thonjza pra le themi kanë sjell, le themi një kohë të mirë, po çka ka ndodhur? Po dobësohet brezi që po rritet, sepse po rritet me çdo gjë, dhe tani ai jeton me një botë le themi fantazie, ai jeton me një botë le themi që ireale. Dhe ai mendon se çdo gjë është çfarë sheh nëpër filma ose ku dëgjon një youtuber apo një tiktoker apo ku dëgjon etj si ka bërë lek ku ishte, ndërkohë që nuk e ka rrugaçërinë e tij apo nuk e ka le të themi zgjuarsinë e këtij programerit apo këtij tjetrit që ka arrit të prodhojë një para virtuale apo ti si as tek rrugaçëria, as nuk je tek le të themi tek të qenit gjeni. Po je një zakonshëm që o vlla profesion, si më thon, profilizohu. Ku je? Je tek IT-ja vazhdon, je tek mjekësia profilizohu, je tek nuk je tek këto të dyja, po je le të themi tek elektriciteti, futu vlla inxhinier elektrik. Je tek ndërtim, bëu inxhinier ndërtimi, nuk je tek asgjë, merr zanat. Bëu berber, bëu gomister, bëu le të themi mekanik. Bëj diçka sepse ora janë të këto boshllëqe që duhen plotësuar. Kemi dhe problem ne prindërit. Që ne prindërit duam që gjithë fëmijët tanë të jenë mundësi shkencëtar, profesora, ora zotëri, fëmia jot do të plotësojë edhe ky nesër një boshllëk në shoqëri, që është boshllëku ndoshta i hidraulikut, që mund të jetë boshllëku i lyerjes së kështu me radhë. Pra, domethënë jeta është e tillë, domethënë nuk është patjetër që domethënë të kërkojmë ne tek fëmijët tan atë modelin më të lartë, ndërkohë që neve duhet të kërkojmë tek fëmijët tan faljen, adhurimin e Zotit, besimin në Zot, besimin në botë tjetër. Kjo është ajo që ne duhet të mbullim. Unë për shembull nuk jam kurrë dakord që një prind i ik fëmijës tij namazin sabahut dhe e kalon çështjen lehtë, ndërkohë që po mos shkojnë në shkolla, ditë është bërë nami, zoti po ti fëmijës ta po ik sabahu. Se kjo është shumë e rëndësishme se çfarë ik nesër, domethënë shkolla apo çdo gjë tjetër. Duan të dyja. Sepse mos falja okay, duan të dyja, po themi ne nganjëherë domethënë edhe ne, domethënë kemi filluar të humbim konceptet e gjërave. Bëhemi më rak për këtë se sa për këtë, ndërkohë që duhet bëhemi më rak për të dyja. Po na tërheqin fëmijët dhe që tërheqim ne fëmijët, pra, drejt rrugës drejt, domethënë. Por nga ana tjetër, folëm pak për mohimin e njerëzve, por vim ke ekstremi tjetër që është falënderimi ndoshta edhe pa vend. Ku diun kemi parë diktatorë se si njerëzit i kanë dhënë atribute hyjnore, siç kemi qenë dhe ne këtu. Pra, ku ndahet qenit falënderues ndaj njeriu dhe kur ndahet momentin kur ti kalon. Njeriu në natyrën e tij ka këtë sëmundje. Sëmundjen e dëshirës për të falënderuar edhe pse nuk është ai, si më thon, burimi final. Burimi, për këtë alam të alladhina yuriduna an yuhmadu bima lam yafalu. I ke vënë re ata që duan të falënderohen për atë që se bëjnë. Ka shumë njerëz që duan të falënderohen për atë që bën dikush tjetër, ose për atë që se kanë bërë, po me që nuk dihet se nga është burimi, dëshiron të atribuohet atij. Dhe kjo faktikisht është mashtrim. Për një formë për formën e mashtrimit. Njeriu i vërtet ose besimtari i mirë është ai i cili edhe kur bën mirë nuk sheh
falënderimin. Innema nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne ju adham për hatër të Zotit, nuk duam për jush as falënderim, as na shpërbleni. Pra besimtari vërtet nuk e kërkon këtë gjë. Dhe në momentin që e kërkon, në momentin që jep sinjale që po edhe më e keqja pastaj kur s'ka fare dorë dhe kërkon, atëherë kjo tregon se ky njeri ka shumë probleme të mëdha. Futet në rangun e mashtruesve dhe futet në rangun e gënjeshtarëve, Zoti na ruaj. Për këtë arsye besimtari duhet të jetë falëndërues ndaj njeriu që i bën mirë. Pejgamberi sa më thotë, nuk e ka falëndëruar Zotin ai që s'di të falënderojë njerëzit. Pra mos falëndëruesi i njerëzve faktikisht as Zotin nuk ta falënderoj, por në krahun tjetër nuk kërkon që të falënderohet. Nuk kërkon për njerëzit që t'ia dinë për nder. Pse? Siç ka thënë i moshmi, bëhet mirë dhe hidhet ndet. Mjafton ta di Zoti, le mos ta di askush o burri dhe. E di Zoti nuk ta humb kurrë. Ka për ta thënë Zoti tek fëmia, ka për ta thënë Zoti tek furnizimi, ka për ta thënë Zoti tek shneti, nuk ja humb Allahu njeriu veprën e mirë. Inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Zoti nuk ja humb askujt që bën një të mirë, nuk ja humb Zoti xhel. Le mos ta di njerëzit, le mos ta vlerësoj njerëzit. Ka i Zot lart, ai i cili domethënë patjetër ty nuk do ta humbi. Nëse ti nuk e merr në këtë botë, do ta marrësh botë tjetër. Po edhe në këtë botë Zoti ta japi në një formë, absolutisht. Sepse për emrave të Zotit është e shekur, mirënjohësi, falëndëruesi. Pra vetë Zoti është mirënjohës dhe falëndërues. Pavarësisht se ne nuk i bëjmë dot mirë atij, pavarësisht se ne nuk i largojmë dot këqijat atij se është Zot, nuk ekziston, domethënë diçka që mund t'i bëjë atij mirë apo diçka që mund t'i bëjë atij dëm. Megjithatë është mirënjohës ndaj nesh nëse ne jemi falëndërues, nëse ne jemi adhurues, nëse ne mundohemi, nëse ne përpiqemi e kështu me radhë. Dhe me që jemi mbyllet emisionit, një nëntpyetje, pra nëse njëri është falëndërues mirënjohës ndaj Zotit, a fitojnë brezat pas vdekjes tij? Pra nga kjo lloj ta themi bereqeti ose siç vjen në surën Kehf që babai i tyre ishte i devotshëm, çfarë thon dietarët më shumë për këtë pjesë? Nuk ka dyshim që, si më thon, mirësia e prindit ose mirësia e brezave të hershëm dhe lutjet e tyre nuk humbin. Ndërkohë që e keqja e tyre humbet. Pra e mira trashëgohet, ndërsa e keqja nuk trashëgohet. Është premshirë e Zotit për një tjetër. Absolutisht. Pra e mira që kanë bërë të parët tan, nuk është çudi që ne që jemi sot në studio, sot bashk, mund të jetë një lutje apo një dua që kanë bërë të parët tan për ne. Se nuk është, domethënë Zoti nuk e humb lutjen e tyre dhe duan e tyre. Si dua e Ibrahimit për profetët. Po, siç tha pejgamberi sa unë jam lutja e babait tim Ibrahimit alayhis salam dhe jam përgëzimi i vllait tim Jezusit Isait alayhis salam. Kështu që edhe ne mund të jemi produkti i tillë, por e keqja nuk trashëgohet. Kjo është mirësia e Zotit. Pra nëse dikush ka qenë i keq përpara nesh, kjo nuk do thotë që do ta zhgohet, siç thuhet për shemb tek njerëzit, që kush e bën një të keqe do të paguhet në 7 breza. Kjo nuk ekziston, sepse Zoti thotë në Kur'an, "Alla tazira waziratun wizra ukhra." Askush nuk dënohet për mëkatin e tjetrit. Pra askush nuk e mbar gjunahun dhe mëkatin e tij, vetëm nëse ka qenë ky transmetues, ka qenë ky, le të them, lider në të keq, atëherë padyshim që do të marrë dhe mëkatet e njerëzve që vinë më pas. Po nëse njeriu, domethënë, nëse bëhet fjalë për mirë, siç e thatë edhe pranë surën El-Kehf, thotë Zoti, kanë buhuma saliha. Pra Zoti i Madh i ruajti fëmijët se babai i tyre ka qenë falëndërues ndaj Zotit dhe Zoti nuk e humbi falënderimin e tyre ndaj Zotit edhe tek brezat që vinë në vazhdim. Shumë e bukur. Hoxh, ju falenderoj që ishit sot me ne për trajtimin dhe qasjen që i bë temës. Gjithashtu falenderoj edhe teleshikuesit e nderuar për vëmendjen që na kushtuan.